Një efektiv policie është plagosur me armë mbrëmjen e të dielës në Shkozë, ndërsa ndodhej jashtë shërbimit. Agenti i krimeve Angelo Kumaraku në momentin e ngjarjes ishte pranë banesës i shoqëruar nga fëmijë i tij Katie Spaja. Ky i fundit rezulton me precedent penal dhe ishte në arrest shtëpie për armbajtje pa leje, mas të cilën e kishte thyer pas daljes nga banesa. Policia e Tiranës ka shpallur në kërkim 2 persona si autor të dyshuar për plagosjen e policit Kumaraku. Ata janë vëllezërit Aldo dhe Ali Lika, që dyshohet se kanë pasur një konflikt për çështje borxhi me fëmijën e efektivit. Burimet bëjnë me dije se pak muaj më parë për shkak të konfliktit, fëmijë i efektivit i ka dhunuar vëllezërit dhe në shenjë hakmarrje, ata dyshohet se tentuan ta qellojnë mbrëmjen e të dielës me armë, por plumbat kapën aksidentalisht policin. Ky i fundit është plagosur në këmbë dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë po verifikohet fakti nëse plumbave i është përgjigjur edhe efektivi Angelo Kumaraku. I marrë në pyetje nga kolegët e tij, polici i plagosur ka thënë se nuk ka raportuar që fëmijë i tij thyente masën e sigurisë duke dalë nga banesa, pasi e njihtej që nga fëmijëria dhe e kishte shok. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Hita ka pezulluar nga detyra agentin e krimeve, ndërsa Drejtoria e Standardeve Profesionale ka nisur hetim disiplinor për shkelje të rëndë. Blut kanë vënë në pranga 31 vjeçarin Katie Spaja, i cili ka thyer masën e sigurisë. Policia e Tiranës vijon hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes, ndërkohë e përfshirë në hetime është edhe Agjencia e Mbikëqyrjes Policore.